në fillimet e tyre? Ne kemi patur mbështetje në Maqedoni, unë personalisht, 3 vite me radhë, jo ndonjë mbështetje jashtëzakonshme, por mbështetje solide për të qenë rahat për ta zhvilluar aktivitetin. Madje vitin e kaluar kishim edhe pritje nga kryeministri i parë shqiptar, zoti Talat Xhaferi, që ishte një pritje madhështore në qeverinë e Maqedonisë. Si vjet, e thash, mbështetja ka qenë 0. Dhe duke qenë se në periudhën janar-shkurt, bashkë me Shkodranin kemi realizuar 7 koncerte klasike, në të pothuajse të gjitha qendrat, shumë qendrat Kosovës, përfshirë këtu flakën e janarit në qytetin e Rahovecit, 35 vitore në flakës janarit, përfshirë një koncert për gratë shumë të bukur në Suarek, kujtimin e presidentit Rugova në Vitim, një koncert homazh, më pas në Deçan një koncert për gratë, më pas në Vushtri një koncert jashtëzakonisht i bukur për 18, që mbajt me 18 shkurt për pavarësinë e Kosovës, pastaj një koncert dedikuar heroinës ta quaj, Ylfete Humollit që mbajt në Podujev, pastaj një udhtim që ne kishim bashkë me Shkodranin në Zvicër, një udhtim tjetër në Suedi, do me thonë 2 muaj tepër të ngjeshur që mua nuk më lanë as të marr frymë që të mendoj të konkuroj diku apo të shkoj të trokas në dyert e ministrisë. Dihet që edhe Ministria e Kulturës në Kosovë ka ato terminet edhe oraret e veta të konkurimit, por po them në momentin e fundit jam drejtuar kryetarit Ardian Gjini, ja kam shpalosur idenë, i ka pëlqyer shumë, e ka vënë stafin e tij në dispozicion bashkë me stafin e Pallatit Kulturës, Fisnik Sakën edhe të tjerët, të cilët u morën me pjesën, si me thënë, organizative, kurse mbështetja financiare nëse flasim, pa mbështetjen e qendrës Nertili, do me thënë të qendrës tregtare, do t'ishte e pamundur, jo që ky manifestim ka pretendim për fitimin material në asnjë moment. Asnjë nga këto gra, apo dhe unë personalisht vetë, nuk kërkoj, apo nuk kam kërkuar asnjëherë që të paguhem me mëditje apo honorare, apo qëllimi është që aktiviteti të bëhet dhe të jepet mesazhi që edhe është dhënë në çdo vit. Por megjithatë, çdo aktivitet artistik i ka kostot e veta, që janë normale, duke përfshirë këtu gjitha udhëtimet, e fjetjet, e ushqimet, e organizimi, e postera, banera, gjithçka që i duhet një manifestimi, që natyrisht duhet një mbështetje dhe për këtë falenderoj atë gatishmërinë e Komunës Gjakovës dhe në këtë rast të kompanisë Nertili që e bën të mundur realizimin e edicionit të 4 që të mos shkëputet. Natyrisht për mua ka qenë sfidë në vete, që për një kohë shumë të shkurtër ta vërtetoj që ja dali me sukses edhe kësaj here, pavarësisht si me thënë mbështetjes minimale apo vështirësive të cilat mund t'i kemi gjatë organizimit, kur dëshira dhe vullneti ekziston, edhe kur puna bëhet deri në vetë mohim ta quaj, edhe suksesi është i garantuar siç edhe ishte. Në fakt, unë ju uroj sukses dhe po besoj që keni arritur